një politikan të cilin e ka rrëzuar me rebelim të armatosër. Dhe ky ishte Berisha në 2005. Nuk ka ndodhur askund pra shqiptarët, bën 97 për të rrëzuar Sali Berishën, dhe këtë Sali Berishë që rrëzuan me kryengritjet armatosër rikthyen me votë të lirë, se zgjedhjet 2005 ka qenë zgjedhjet më të lira që janë prodhuar deri tani. E kthyen me votë të lirë vetëm për të larguar qeverinë e Nanos, e cila trazoi në atë farfeje. E qartë, po kishte edhe një ndërgjegje ndoshta politike dhe qytetare ndryshe nga e sotmja, sepse njerëzit rrëzuan me votë me vullnet të lirë. Ajo që pasoi dhe ajo që ndodhi në zgjedhje ishte prap dëshmi e kësaj që unë thash pak më parë, e karakterit liberalo-demokratik të Nanos, sepse ai kishte në dorë pushtetet për t'i bërë zgjedhjet si që kishte bërë Berisha në 96-ën, apo për t'i bërë si që bërë Rama sot. Dhe nuk i bëri. E dorëzoi pushtetin në mënyrë krejt paqësore dhe zgjedhjet e 2 mesës vlerësohen si zgjedhjet më të lira. Pikërisht sepse përgjegjës ishte qeveria për të bërë në zgjedhje. Ka ndonjë politikan që mund të ketë tiparet e Nanos apo njerëzit që mund të kishin tiparet e Nanos u shuan në këto vite? Pra, një politikan që ka gjitha pushtetet në dorë, që është liberal, që nuk e frikë të flasësh, nuk e frikë bësh pyetjen, natyrisht me kulisat e pushtetit, patjetër lojtar, pra, lojtar politikan, por me një limit që ishte demokracia, nuk e te kalonte kur në diktatura apo në represion. Ka ndonjë politikan që mund të ketë një tipar të tillë? Për momentin unë nuk shikoj një politikan që mund të konsiderohet që pretendent për të qenë lider në Partinë Demokratike, në Partinë Socialiste apo diku tjetër, dhe jo më të ketë tiparet e Nanos. Sepse problemi është që në politikën shqiptare nuk ka shkollë. Apo nëse ka një shkollë, ajo është shkolla e shejtanit. Ku politikanët e rinj përpjekje për të ngjarë mentorëve të tyre më të mëdhenj, në momentin që u bie pushtetin në dorë, janë edhe më agresiv se sa të mëdhenjt. Në Partinë Socialiste të drejtuar nga Nano, më shumë se sa një shkollë për të kultivuar politikanë të rinj, ajo liria që nuk merret vesh nëse ishte demokraci apo ishte kaotizëm, shërbeu më shumë për të krijuar hapësirë ku njerëz ambicioz si Ilir Meta të mund të grinin klanin e tyre, të revoltoheshin në sallat e mbledhjeve, të ngriheshin, të bërtisnin dhe të bashkjetonin në të njëjtën parti, por kjo nuk ishte shkollë. Thash, kjo ishte thjesht një liri që e mundsonte këtë lloj fryme, sepse nuk u përdor për të transformuar një parti realisht demokratike, Partinë Socialiste, por shërbeu për të klonuar partitë të reja, sepse secili pretendonte dhe mendonte që meriton të jetë ai lideri. Dhe u prodhua LSI-ja dhe e pam se çfarë rezultoi LSI-ja dhe ku përfundoi me leadershipin e saj në burg për histori dhe afera korrupsioni. Pra, Nano nuk është se u përpiq të klononte një leadership. Dhe kjo, me sa duket, jo për fajt Nanos, por për fajt të kulturës, për fajt të historiku të shkurtër që kemi ne në raport me marrëdhënie me demokracinë dhe lirinë politike, sepse edhe sot në partitë politike shqiptare, leadershipi jo vetëm që nuk kujdeset, që të krijojë shkollën, të krijojë pasardhësit politik sipas të njëjtës frymë, por kujdesen që askush të mos mendojë që mund të zërë vendin. Kujdesen të shtypin çdo kënd që mendon që të ketë ambicie, sepse njeriu që kërkon të bëjë karrierë, njeriu që mendon që do duhet mendojë ndryshe apo të kundërshtojë një ide apo një mendim, nuk e shikojnë thjesht si një bartës të një demokracie aty brenda, por e shikojnë si kundërshtar, e shikojnë si armik, dhe në këtë moment armiku duhet luftohet. E kuptoj. Të gjithë mendonin në ato fillime që binomi do të ishte Berisha-Nano. Rama hyri në parti edhe tashmë historia vazhdon vazhdimi.
si ishte forca e Ramës, i ndryshëm nga Nano, duke liberal, modern, shumë bashkohor, sidomos të rinj t'i kishte, besoj që do ketë qenë mbështetja më e madhe ti kur ka ardhur në pushtet, edhe gjatë kohës që ka bërë një opozit shumë të mirë në vitet 2009, por jo në formatin e Nanos, pra çfarë, si e sheh këtë shkarjen nga binomi fillestar Nano Berisha, në tashmë në një binom për më shumë se 10 vjet, Rama Berisha. Nano dhe Berisha kanë patur një marrëdhënie tmerrsisht agresive politike. Kur Berisha ishte kryetari i opozitës dhe Nano ishte kryeministër, pra nga 2001, veçanërisht mandati 2001-2005, parlamenti sundohej vetëm nga konflikti personal Berisha-Nano. Dhe padyshim, ky nuk ishte absolutisht një model i mirë politik, as parlamentar, as qeverisës e jo ajo. Berisha ishte fuqizuar dhe Berisha kishte ndryshuar nga Berisha i parë. Berisha i parë ishte njeriu që donte vetëm pushtet. Berisha i dytë erdhi me mend tjera dhe filloi të bëj paran. Dhe me para fuqizoi partinë dhe fuqizoi rrjetin e tij të mbajtjes së pushtetit. Dhe në Partinë Socialiste po kuptonin që Berisha tashmë po bëhej gati pamundur për të mundur. Dhe Edi Rama u pasi një zgjidhje anti-Berish, më shumë se sa një lider politik. Përballë një Nanoje i cili i dorëzohej qejfeve më shumë se sa ambicje së madhe politike për ta luftuar Berishën me këmbgulje, me vendosmëri, natën, ditën e tjerë. Nano ishte një njeri liberal, siç ishte në politikë, ishte në sjellje, në raporte me njerëzit edhe në jetën e tij. Qytetar liberal. Dhe rritja e Ramës në parti, Rama një lloj agresivi, një lloj inatçori, një njeri që donte të shtyente gjithkënd që i zinte rrugën me ambicien për të shkuar te karrige e kryeministrit, socialistët e tjerë dinin se kush është. Por e shikonin si njeriu i vetëm që mund të dalë Berishës përpara. Rama e kuptoi këtë dhe filloi ta interpretoi edhe më shumë rolin e anti-berishist. Qartë. Dhe, padyshim, nën këtë frym, ai e mori kontrollin e partisë dhe gjëja e parë që bëri ishte i tregoi vendin Nanos dhe filloi vendosi sundimin e tij politik. Duhet ishte president? Mendon që ishte një momentum që vetëm ambicia politike e Ramës që mos ishte fare në politik bëri që ne të mbisim një president të mirë, si mendon?